Ti po krijon vetë sëmundjen tënde, pa e kuptuar fare. Mendimet që përsërit çdo ditë dhe ushqimi që konsumon pa vetdije janë dy veprat që formojnë realitetin tënd fizik. Dëgjoje deri në fund, mund të ndryshojë jetën. Çdo sëmundje krijohet nga dy vepra. Cilat janë ato? Kur njeriu është i pavetdijshëm ndaj këtyre dy veprave, por vazhdon të veprojë gradualisht dhe në mënyrë të pavetdijshme, ai krijon sëmundje. Pra, cilat janë ato dy vepra? E para është ushqimi, kur njeriu vazhdon të ushqehet, pa vetdije, pa e ditur se çfarë ndikimi ka ushqimi në organizmin e tij. E dyta është mënyra e të mendurit, kur njeriu mendon në mënyrë të pavetdijshme, duke përsëritur vazhdimisht të njëjtat mendime negative ose të frikshme. Ai parashikon efektet të mundshme të një sëmundje, pa e kuptuar fuqinë e nënvetdijes dhe të inteligjencës së pafundme njerëzore. Me përsëritje të vazhdueshme, ai krijon vetë sëmundje. Nga një perspektivë psikologjike, ky shpjegim lidhet ngushtë me konceptet e psikomatikës dhe programimit mendor të pavetdijshëm. Trupi dhe mendja janë të ndërlidhura. Mendimet e përsëritura, të cilat shpeshherë janë të mbushura me frikë, ankth apo pesimizëm, mund të ndikojnë në gjendjen fizike të trupit. Po ashtu mënyra si ushqehemi pa vetdije për përbërësit, sasitë dhe efektet e ushqimeve ndikon në ekuilibrin e organizmit. Kur këto dy forca, ushqimi fizik dhe ushqimi mendor, nuk kontrollohen në mënyrë të vetdijshme, trupi shpesh reagon përmes sëmundjes si një sinjal që diçka nuk është në harmoni. Sëmundja në këtë kuptim nuk është vetëm një dënim, por një pasqyrim i brendshëm i disharmonisë mes trupit dhe mendjes. Ju falemnderit dhe mirupafshim.